Gjithsesi, po thosha që natën hyra në qik në YouTube për të parë se kishte dalë ky sondazhisti Donald Trumpit në një nga kanalet televizive dhe isha kurios se ai është interesant dhe i veçantë në fushatën amerikane. Faktikisht ishte kundër rrymës, ndërkohë që shumica dërmuese e sondazheve jepnin Kamala Harrisin fituese. Ky këmbgulte në të kundërtën, edhe pse aty margjet ishin shumë të ngushta. Dhe në fund, me thënë të drejtën, i dolën ato parashikimet e tij. Edhe isha kurios se thash, hajde ta shohim një herë se çfarë mendon si e shef ky Shqipërinë. Dhe aty kishte inserte 7 minuta, 8 minuta, 5 minuta, nuk e di, domethënë. Që ishin pjesëza të emisionit. O Perëndi e madhe, o Perëndi, çfarë më kanë parë sytë e më kanë dëgjuar veshët, ose më saktë çfarë më kanë dëgjuar veshët se sytë s'kishin shifshin fare aty. Ishte një trishtim i madh se çfarë shef e çfarë dëgjon populli shqiptar mbrëmjeve në pasqyrat e kënetës mediatike. Një tmerr. Merrni me mend një nga konkluzionet që kishte nxjerr sondazhisti. Ne jemi realisht më të mirët në Shqipëri dhe them pas një rezervë këtë, sepse punojmë çdo muaj prej vitit 2007 me sondazhet, me anketimet dhe dim shumë mirë se çfarë mendon opinioni publik. Prandaj edhe unë nga një herë kur vjen dita jam në gjendje të bëj edhe ato në thonjza parashikime, ato s'janë parashikime, në fakt janë lexime të opinionit publik për prirjen e votës dhe kemi kapacitetin që ti lexojmë dhe ti kuptojmë fare mirë sondazhet e tjera. Nëse në një pasqyrë të tij, zotëria thoshte vendi po shkon drejtimin e duhur, 50% e shqiptarëve mendojnë kështu, 42% nuk e di se më mend të dytën, të tjerë s'kishin mendim. Po 50% mendonin që vendi po shkon drejtimin e duhur. Oç më kanë dëgjuar veshët me ata aty. Me ca individ që unë nuk e di, domethënë, çfarë i motivon që çohen në mëngjes. Me se ushqejnë trurin gjatë ditës, derisa vën ulen atje, edhe fillojnë edhe bëjnë ndërmjetësimin mes realitetit politik, realitetit social, personazheve politike, sociale, nuk e di, domethënë, dhe popullit, këta. Dhe aty konkluzionet ishin njëri më çmendurak se tjetri. Njëri më i pabesueshëm se tjetri. Një konkluzion ishte që populli është i smur. Domethënë, shqiptarët janë një popull i smur, që mendojnë që ky vend po shkon në drejtimin e duhur. Një konkluzion tjetër ishte që ose pastaj këtu ka një autokraci. Autokraci me pasqyra moçalesh mediatike që çdo natë flasin nga këto lloj çmendurish. Autokraci. Këta nuk kanë idenë se ç'është autokracia.
Dhe nuk e din që në një autokraci këtyre nuk i binte radha jo të dinin televizor, e të thoshin populli është i smur. Po këtyre nuk u binte radha të kishin kompjuter për të parë lajme në autokraci. Një konkluzion tjetër ishte që Rama i ka bler gjysmën e popullit që mendon se vendi po shkon drejtim e dur, i ka bler unë. Një konkluzion tjetër ishte Rama u ka futur frikën. Edhe këta nga frika, kur i pyet dhe këta që flasin janë 1200 veta, se 1200 veta bëhet sondazhi. Këta nga frika thonë vendi po shkon drejtim në dur, po mirë mos si ka mundsi. Po si është e mundur që të ketë arritur deri këtu pazari mediatik shqiptar? Po si është e mundur që nuk ka... More si nuk... Qatë të them, qa më digjonin vesh?